Një ngjarje e rëndë tronditi Shqipërinë ku një efektiv i forcave shqiponja mbeti i vrarë dhe një tjetër i plagosur gjatë një operacioni për kapjen e një të shumë kërkuari. Vetëm 6 efektiv të shqiponjave të dyshuar si të papajisur me veshjen antiplum u dërguan në operacion për të prangosur të shumë kërkuarin Violant Braçellari, 43 vjeç, një person me rrezikshmëri të lartë shoqërore i cili u kishte shpëtuar 4 operacioneve të Reneas. Ai gjendej brenda në stan në lozhan të Maliqit kur policia rrethoi dhe i bëri thirrje për t'u vetë dorëzuar. 43 vjeçari refuzoi dhe hapi zjarr me kalashnikov në drejtim të efektivëve, duke lënë të vdekur me plumb në kokë 34 vjeçarin Enea Mekollin, ndërsa plagosi kolegun e tij Edison Adri, 36 vjeç. Autori u neutralizua me 3 plumba, 1 në bark dhe 2 në duar, ndërsa u arrestua dhe u dërgua në spitalin e Korçës e më pas drejt traumës. Edhe efektivi Edison Adri u nis drejt traumës me helikopter i intubuar. Nga spitali i traumës ku vizitoi policin e plagosur, drejtori Skënder Hitaj, krah bluzave të bardha, tha se po bëhet e pamundura për të shpëtuar efektivin 36 vjeçar, ndërsa hetimet për ngjarjen vijojnë, duke ndëruar efektivin e rënë në krye të detyrës. Ne humbëm një koleg të mrekullueshëm, humbëm një baba, një familjar të përkushtuar dhe policia e shtetit humbi shërbëtorin e saj në shërbim të qytetarëve. Kështu që në këtë ngjarje edhe një punonjës policie është i plagosur rënd dhe i po merr ndihmën e plot mjekësore. Njëkohësisht edhe personi në kërkim që ishte bërë rrethimi i tij dhe për të bërë neutralizimin dhe kapjen e tij dhe ai gjatë shkëmbimit zjarrit është plagosur dhe ndodhet në spitalin e Korçës. Është vërtet një ngjarje nga ato të cilat e lë pa fjalë, ku unë s'do doja sot që të isha para jush. Fut me njerë në brenda ambienteve të bllokut operator dhe po vlerësohet nga ekipi multidisciplinor me reanimator, kirurg oromaksilofacial, otojatër dhe kirurg përgjithshëm. Do dim t'ju themi më shumë për ecurinë në vijim, për momentin mund të themi vetëm që po bëhet maksimumi për të marrë rezultatin maksimal për shëndetin e pacientit. Ka lëndime në pjesën e qafës dhe të kokës. Gjithmonë një traumë e këtyre përmasave është jetë kërcënuese. Se si do jetë ecuria, do duhet na thot ekipi mjekësor që po bën vlerësimin. Është herët akoma për të thënë. Edhe ministri i Brendshëm Besfort Lamallari bëri të ditur se rënja në krye detyrës së 34 vjeçarit Enea Mekolli e çon në 232 numrin e të rëndëve, ndërsa njoftoi se ka nisur procedura për shpalljen dëshmoria dheut. Nga ana jonë do jetë gjithë vëmendja maksimale e Ministrisë Punëve të Brendshme dhe drejtorit të përgjithshëm të Policisë së Shtetit për mbështetjen lidhur me rastin si atë të efektivit që humbi jetën, duke ku kam kërkuar dhe nisjen e procedurës më njëherë edhe për shpalljen të dëshmoria dheut. Kemi plot 232 tashmë sot për fat keq efektiv policie, të cilët janë martirë të policisë. Nuk duhej ky rast, është një fatkeqësi si për familjen, thashë edhe për gjithë shtetin shqiptar. Në komunikim dhe me drejtorin e përgjithshëm, i kam kërkuar të bëhet një vlerësim i plot katërcipërisht i situatës, respektimit të protokolleve dhe ndërmarrjes së veprimeve të duhura, disiplinore dhe çdo masë tjetër ligjore, konform ligjit në fuqi dhe përgjegjësisë që gjithë secili duhet të ketë për menaxhimin e kësaj situate. Kuvendi i Shqipërisë në ndërim të efektivit të rënë në krye të detyrës i nisi punimet me 1 minutë heshtje. Për ngjarjen e rënd reagoi dhe kryeministri Edi Rama. Në rrjetin social shkruan: gjatë një operacioni kurajoz për kapjen e një të shumë kërkuari që prej vitesh fshihej ligjit në malet e Korçës dhe në mënyrë të përsëritur kishte arritur të ikte rrethimeve të forcave të rendit, humbi jetën një efektiv policie dhe u plagos një i dytë, ndërkohë që pasi ka hapur zjarr ndaj tyre u plagos dhe u kap kriminali. Dërim për jetë dëshmorit të dheut, ngushëllim e familjes dhe shërim të shpejtë efektivit tjetër, dëshkim maksimal për të shumë kërkuarin dhe respekt maksimal për policinë e shtetit që nuk do të ndalet asnjëherë në misionin e saj. Edhe presidenti Bajram Bega reagoi për vrasjen e efektivit të shqiponjave Mekolli dhe plagosjen e kolegut të tij Adri, duke i shprehur ngushëllim familjarëve të viktimës si uron shërim të shpejtë plagosurit, ndërsa shton se policia e shtetit do e kthejë këtë dhimbje në forcë për të luftuar krimin në çdo skut. Populli shqiptar është masivisht përkrah policisë në mbrojtje të sigurisë dhe rendit publik, thot Begaj.